këtë barazim sot, kaluan në avantazh, nuk e mbajtë dot. Një tjetër, në ndeshja para fundit ishte fitore nëse diu. Vini pas ndeshjen kur vini në francion. Po, ishte drejt, por unë nuk do të them asnjë gjë për lojtarët sepse sot ata bëre maksimum. Edhe janë shumë kënaqur për lojtarët edhe për lojtarët. Mendimi tim mund të fitojmë 3-1, 4-1, por në fundit futbolli tregoi diçka tjetër, sepse kur ti nuk shënoj nga ato rasti çfarë ishim neve pjesa parë edhe pjesë dytë, se jam sigur pjesë dytë ishte Latia 1-1. Pastaj erdhi goli nga Fremutari nga një goditje standard, në flasim lojtare tu jam pak me ditë sepse vendoset për qëndrim nuk ishte në nivelin jon, por prap unë pranoj rezultati, është barazim edhe çfarë mund të them, ne jemi mërzit nga rezultati, por nuk jemi mërzit nga loja. Domethënë, lufta do vazhdon tani nga sot, nga nesër direkt do mendojmë për ndeshjen Rada, se është inatja. Edhe kjo është situata. Edhe një herë patjetër ne jemi shumë mërzit për pikat, sepse edhe një herë mendimi tim ishim skuadra më e mirë dhe mund të fitojmë ndeshjen, por dolim me një pikë edhe kjo është situata. Me Gnadën çfarë prisim tani? Ne vetëm që Gnadë janë ndarë në shkollë. Për tani çfarë prisim si gjithmonë, neve do luajmë për maksimum. Edhe kjo është mendimi im, mendimi stafit, klubit. Kemi edhe sa 3 ditë nëse jam të drejtë, do përgatitur ndeshje me një motiv i madh si gjithmonë do luftojmë, pastaj Zoti e di si do dalë.